Në Pogradec u zhvillua takimi ndërkombëtar me temë advokacia për mbrojtjen e ekosistemeve të biodiversitetit në rajonin Orpresp, të rinë në veprim. Takimi i organizuar nga Shoqata Miqtë e Korçës dhe i mbështetur nga Rajko, mblodhi së bashku përfaqësues të organizatave rinore dhe të rinj nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe të rinj nga qyteti i Pogradecit, duke theksuar rolin kyç të tyre në mbrojtjen e mjedisit. Në aktivitet mori pjesë edhe Shoqata Ungruaja, e cila mbështeti zhvillimin e takimit dhe prezantoi punën e saj. Në kuadër të projektit, aktorët lokal dhe ndërkufitar punojnë së bashku për ruajtjen e biodiversitetit në rajonin Prespohër. Përfaqësuesit e shoqatës ndan përvoja konkrete mbi përfshirjen e komuniteteve lokale dhe grave në mbrojtjen e mjedisit, nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe folën për fushatat advokuese që shoqata ka realizuar në nivel lokal. Zonja Afroviti Gusho hapi takimin duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar për adresimin e sfidave mjedisore në zonën e përbashkët të Ohrit dhe Prespës. Gjergji Gjinko nga Shoqata Miqtë e Korçës theksoi se angazhimi të rinjve në mbrojtjen e mjedisit duhet të jetë gjithmonë më i madh. Hello, I'm Milan Krkovic, I'm one of the representatives. Jam Milan Jokovic, një përfaqësues i organizatës jo qeveritare në Malinezi. Mendoj që ne vendet e Ballkanit Jugor kemi problematika të përbashkëta për sa i përket agjendës së gjelbër edhe rregullimet të cilat duhet i bëjmë në bashkëpunim me njëri tjetrin. Sigurisht që çdo gjë që ne punojmë për është pothuajse e pavlefshme nëse nuk përfshijm rinin përgjatë shteteve tona. Aktivitetet të tilla si ky që zhvilluam sot në Pogradec janë një pjesë shumë e rëndësishme nëse duam të krijojmë politika për mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe bashkëpunimin ndërmjet organizatave të ndryshme. Këto janë problematika të cilat vendet tona i kanë të përbashkëta dhe bashkëpunimi ndërmjet rinisë së dy vendeve do të realizojë mundësinë e zgjidhjeve të problemeve të cilat janë gjithashtu edhe për Shqipërinë edhe për Malinezinë. Takimi u karakterizuar nga një diskutim i hapur dhe shkëmbim eksperjencash, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes shoqërisë civile dhe qeverisjes. Ai u mbyll me një përmbledhje të ideve për bashkëpunim të ardhshëm dhe fjalët përmbyllëse nga organizatorët.